Përshëndetje të gjithëve, mirë se vini në takimin ton të fundjavës në Weekend Lovers. Sot për të folur për udhëtime, veçanërisht për një udhëtim për të cilin shumë ekspert të turizmit, por jo vetëm, edhe revistat më prestigjioze të udhëtimeve, teksa bëjnë ato reportazhet për këtë destinacion, thonë që duhet vizituar të paktën një herë në jetë. E në një kohë kur udhëtimet po ndikohen nga zhvillimet globale dhe pasigurit janë pjesë e diskutimit të përditshëm tonit, ka ende vende që vazhdojnë të magjepsin dhe të naftojnë për zbuluar historinë, kulturën, por në një farë mënyrë edhe veten tonë. Një prej tyre është Egjipti, një destinacion që mbart pa diskutim me mijëra vite historie, jo vetëm, por edhe një energji unike që të gjithë duan ta përjetojnë. Para pak ditësh, e ftuara ime së bashku me një grup miq ishte në Egjipt dhe teksa postonte storyt në rrjetet sociale, pyetja e parë që besoj është bërë jo vetëm nga unë, por edhe nga shumë të tjerë, është se si e ka zgjedhur Egjiptin në një kohë paksa të trazuar, duke qenë në një pozicion gjeografik, le të themi, afër asaj çfarë po ndodh sot në gjithë botën në lindjen e mesme, dhe përgjigjja që mora ishte absolutisht ishin kënaqur dhe kishin kaluar jashtëzakonisht bukur dhe nuk ndiej fare kjo kriza e konflikteve. Kështu që sot për të folur për këtë dhe për në detaje për gjitha ditët që Pranvera ka kaluar në Egjipt së bashku me miqtë e saj, do të kemi disa minuta në dispozicion për gjithë këtë. Pranvera Rapushi është me mua në studio. Mirë se erdhe Pranvera. Përshëndetje Ada dhe shumë faleminderit për ftesën, është gjithmonë kënaqësi të jemi së bashku. Pranvera, ke pasur disa udhëtime gjatë kësaj periudhe, me luhatje temperaturash, nga Gjermania shkove në Kairo, nga Kairo shkove në Amsterdam dhe po je mirë, duket që je mirë. Ja mirë, mbahemi. Pranvera, na thuaj pak tani si e kishe planifikuar prej kohësh këtë udhëtim në Egjipt dhe a është e vërtetë që të shkruan shumë teksa bëje këto postimet në rrjetet sociale? Okej, ashtu si Egjipti, por edhe çdo udhëtim tjetër që zakonisht ne organizojmë në grup, e organizojmë në advance. E para njëherë që ti organizojmë gjërat siç duhet, e dyta që pjesëtarët e grupit, le të themi të shoqërisë time, të kenë mundësi që të marrin leje nëse janë në një punë fikse. Por mbi të gjitha, nëse ne rezervojmë në advance, sigurisht që marrim dhe çmime më të mira. Pra, me buxhet shumë herë më ekonomik se sa mund të rezervosh në ditët e fundit. Kështu që Egjipti ishte rezervuar dhe i mbyllur si udhëtim nga ne që në fund të janarit. Okej. Që do të thotë ngjarjet e zhvillimeve të fundit, të paktët kur ne morëm vesh lajmin në 28 shkurt, që ndodhi dhe bombardimi i parë në lindjen e mesme, konflikti midis Izraelit dhe Iranit. Sigurisht që na bëri të stepej nëse do të shkonim ose jo, sepse nuk e dinim se si do të përshkallëzojë situata. Unë jam person që nuk lexoj asnjëherë lajme dhe në Instagramin tim po ta shohësh, algoritmi e njeh këtë gjë dhe nuk nxjerr asnjëherë informacione që kanë lidhje me lajmet. Kjo mund të jetë një këshill shumë e mirë për gjithë ata që janë duke na ndjekur. Po, sepse aq më tepër portalet shkruajnë pafund çdo moment në Shqipëri për gjërat negative dhe duke i rritur më shumë se sa ato janë të vërtetë. Por, për hir të së vërtetës, 20 ditë që i fundit para udhëtimit, kam qenë unë ajo që kërkoja gjithandej me lajmet, sidomos në portalet e themi ndërkombëtare apo që kanë lidhje me vendet që ne do të vizitonim. Sigurisht në kontakt të vazhdueshëm me hotelin që kishim rezervuar atje, por edhe me guidën lokale. Ata na siguruan në çdo moment që çdo gjë ishte safe. Shikonin video të bloggers të ndryshëm që udhëtonin atë periudhë dhe thoshin që situata është e sigurt në Egjipt. Kështu që data erdhi, pa asnjë hezitim, sigurisht unë dhe grupi im i shoqërisë, përveç 2 personave që u trembën në moment fundit dhe nuk erdhën, dhe u bën shumë pishman pastaj kur arritëm të postonim gjithçka nga ai udhëtim. Dhe mund të them që ishte një nga udhëtimet më të bukura që unë mund të kem bërë 3 vitet e fundit. Po, dhe kjo është një prej arsyeve që sot të bëra ftesën për të ardhur në studio. Në fakt, nga e nisët këtë eksperiencë? Atëherë, nisi le të themi me fluturimin që morëm nga Tirana Rom, me tranzit po themi, dhe arritëm në Kairo. Po. Aty kishim rezervuar një hotel që për hir të së vërtetës le të themi u surprizuam për mirë. Kishim pritshmëri shumë të ulta në lidhje me higjienën që kishim lexuar, në lidhje me ushqimin, mendonim se nuk do hanim gjë ato ditë, por erdhëm me 2 kg tepër secili prej nesh, ishte ushqimi shumë i mirë.
Vetëm se sigurisht në këto vende duhet bërë kujdesi i duhur në momente që je jashtë zonës së vendeve të sigurta. Okej. Sigurisht unë më përpara kisha udhëtuar dhe në Indi dhe për mua Egjipti nuk ishte në një gjë le të themi jashtëpritshmërisë, madje ishte shumë herë më mirë. Vizituam 3 qytete. Zakonisht të gjithë që shkojnë në Egjipt, varet nga ditët që kanë në dispozicion, shikojnë vetëm piramidat dhe Kairo, por në fakt ai vend ka shumë për të ofruar. Absolutisht, ka një histori të jashtëzakonshme. Me plot bindje që ka qenë një diplomë e dytë apo e tretë në lidhje me zonat dhe historinë që ne kemi mësuar për atë vend. E nisëm së pari me Aleksandrinë. Ishte rreth 3 orë gjys 4 orë nga Kairo. Një rrugë që kalonte nëpërmjet Shkretëtirës, ishte shumë interesante. Ishte një vend bregdetar, temperaturat ishin, le të themi si pranvera jon, që duhet dili me një xhaketë të hollë. Dhe ajo çfarë ne pam aty ishte shumë interesante se kishte lidhje që nga fari, le të themi që ka qenë një nga 7 mrekullitë e botës së lashtë, më vonë u shkatrua dhe u ndërtua një kalaç që un kam ndarë në fakt edhe në rrjetet e mia sociale disa gjëra interesante se si në atë kohë të arrihej dhe të ndërtohej jo vetëm një ndërtim aq i bukur, por dhe me funksionalitet natyral për një kondicioner, le të themi. Ishte në formën e një pulsi dhe në momentin që ti shkoje aty ajo frynte natyralisht ajër të ftohtë. Ose në një vend tjetër për zhurmat akustike, po ashtu ishte si një tunel që në momentin që aty flisje, gjithë kështjella informohej për atë që ti thoshe. Dhe ishte si një autovolant, le të themi natyral. Ose dritaret që dukeshin thjesht si një dekor, por kishin një hapësirë që në momentin supozoj që armiku do të ishte në pjesën poshtë, aty do të hidhej një vaj i nxehtë nga sipër. Dhe kishte karakteristika shumë të bukura dhe dalën sigurisht në det. Përveç kësaj, një nga pikat interesante ishte biblioteka, që është një nga bibliotekat më të mëdha në botë dhe ne jemi surprizuar në momentin që jemi futur për të parë atë lloj arkitekture. Po, dhe edhe sa i përket sipërfaqes së saj, është një prej më të mëdha, është gjigande dhe një nga atraksionet më të mëdha turistike në gjithë botën. E vërtet, edhe pse është shkatruar pjesa më e madhe e saj thuhej në kohën e Jules Cesarit dhe materialet, le të themi, apo librat që aty ka humbur, janë djegur edhe njohurit që kanë pasur, e kam penguar zhvillimin e njerëzimit me rreth 1000 vjet. Të paktët kjo është ajo që thuaj aty, sepse kishte informacione shumë të rëndësishme. Dhe anijet që kalonin atë kohë aty e kishin të detyrueshme që nëse kishin libra me vete, duhet ta linin një libër, kopje në bibliotekë që të le të themi të shumohej dhe pastaj ata mund ta merrin pas. Dhe në këtë mënyrë arriti ajo bibliotekë që ishte në të tilla përmasa. Pas Aleksandrisë, dita tjetër që ne kaluam shumë bukur, ishte patjetër Giza dhe piramidat e saj me Sfinksin. Në fakt kur i shikon në ditët e sotme duket si një gjë surreale. Në një kohë që teknologjia nuk ka ekzistuar, në një kohë që nuk ka pasur as vinçha. Po, vazhdon të ambicet e shkencëtarët intrigojë edhe gjithë ata që kërkojnë dhe mundohen të zbulojnë çfarë ka ndodhur vërtet. Ka një simetri perfekte, nëse do ta shikojmë nga ana e fizikës, matematikës, algebrisë, gjitha me radhë, domethënë distanca që në ditët e sotme janë për studime nga dielli, lartësia piramida njëra nga tjetra dhe se si janë ndërtuar, është vërtet shumë interesante. Dhe pamja që të serviret aty është po aq e bukur sepse ato ndodhen në një shkretë të tjerë dhe zona rreth KDV që të ofrojnë dhe një eksperiencë që dhe unë dhe grupi im sigurisht e realizuam. Për mua ishte frikë në fillim, sepse DV-ja ishte goxha e konsiderueshme e lartë dhe unë nuk kisha hipur asnjëherë ndonjëherë le të themi në një kafshë. Kështu që momenti i parë ishte i frikshëm, por pastaj ishte një nga eksperiencat le të themi më të lezetshme që ne realizuam. Por përpos kësaj që 3 piramidat dhe Sfinksin është një destinacion që e prekin të gjithë, për fat të mirë ne kishim një guid lokale që e kishim rezervuar kohë më përpara dhe ishte një nga 3 lokal guidat më të mira në Egjipt, që ishte jo vetëm historian por dhe arkeolog. Kështu që ai na çonte në disa pika që nuk ishin vetëm atraksione turistike për të bërë ato fotot që ne kemi çarë Instagramin dhe sikur kemi pas Vadi Berishën me vete, sepse ai jo vetëm që të çonte në pikat që bënin foto, por dhe na realizonte fotot shumë të bukura. Vizita po në Giza ishte shumë interesante, të piramidës më të vjetër në botë, Sciara. Dhe aty në fakt nuk e mendonim që do futeshim brenda, nisi kështu si një gjë e thjesht duke dëgjuar historinë, po shikoj se këtu janë disa shkallë dhe sapo u futi pari mendonim se do dilim në një pjesë aty afër dhe në fund shkuam në pjesën fundore të piramidës së brendshme. Ishte shumë interesante. Mënyra se si ishin gdhëndur muret. Çdo gdhëndje kishte një mesazh,
mënyra se si ishte ndërtuar dhe po ta shikoje nga larg, dukej si një kantier ndërtimi, nuk dukej as si piramidë, por brenda ishte një qytet më vete nën toksor. Sigurisht dhe aty informoheshim sepse kishte persona që na tregonin rreth guides apo atij turi që ne merrnim. Destinacioni i tretë po interesant që ne lam në fund ishte Kairo. Kairo patjetër një qytet shumë i madh, me atë kaosin e vet, me ato tregjet e mëdha, me ato zhurmat edhe njerëzit që të ftonin për të bërë pazar, ndoshta edhe më toksik ndonjëherë se sa duhet, por nëse ndiqe instruksionet e duhura, patjetër që nuk bie pre, le të themi, këtyre provokimeve apo atyre çmimeve që rriteshin me 4 apo 5 fish në momentin që shikonin një turist tek dera. Në Kairo shumë interesante ishte pjesa e muzeut të madh, Grand Museum. Po, është hapur në fakt u hap në shtator, u 2025. inaugurua në shtator të 2025 dhe është një ndër muzet më të mëdha në botë. Në fakt unë kam parë Louvrin dhe shumë të tjera, por nëpër masa ishte vërtet gjigant dhe kishte të gjithë arsenalin, le të themi, të çdo gjëje që ndodhej në piramida, por jo vetëm, edhe në zona të tjera dhe në qytete të tjera. Dhe një nga gjërat që më ka bërë shumë përshtypje ka qenë faraoni Tutankhamun, që mbetet dhe një nga le të themi pasuritë më të mëdha që u zbulua në vitin 1922. Ka qenë le të themi faraoni që ka mbretëruar gjatë dinastisë 18 dhe është gjetur absolutisht çdo gjë. Që nga vari, mënyra se si mumia ishte mbledhur në le të themi në arkivolin e parë që ishte Flori, pastaj ky futej në një arkivol tjetër të mesëm dhe arkivoli i dytë në një arkivol të tretë më të madh. Pas kësaj futesh në një kuti, po ashtu Floriri, e dytë dhe e tretë, si ato le të themi ruset që janë kuti pas kutie. Dhe përveç pjesës le të themi çdo gjë Flori, maska që kemi parë gjithandej, edhe pse kishte kaluar mbi 3000 vjet, ajo ishte në perfeksion e punuar me detaje aq e bukur dhe shkëlqente edhe në ditët që ne e pam aty, domethënë sepse ishte ekspozuar. Por arsenali i këtij faraoni ishin çdo gjë, që nga karrocat, barkat, të gjitha këto në muzeun e madh. Në muzeun e madh ishin të ekspozuara dhe është një nga ato çfarë është gjetur e paprekur në ditët e sotme. Ishte vërtet shumë interesante. Tani, një prej le të themi gjërave që të fton më së shumti të zbulosh rreth gjithë kësaj historie të jashtëzakonshme të Egjiptit është procesi i mumifikimit. Po. Çfarë ndodhte aty brenda piramidës që u vizituat dhe brenda muzeut? Si ishte ky proces? Me sa na shpjeguan edhe personi guidës, por edhe me çfarë pam aty, të paktën në Aleksandri që prekëm pak më tepër ishte një qytet nën toksor, komplet që shërbente për mumifikimin dhe varrosjen le të themi të një mbreti apo mbretëreshe që ka qenë aty, por dhe të gjithë shërbëtorëve dhe stafit të tij. U zbuluan në mënyrë asestore në 1900 nga një gomar që ka qenë lidhur aty dhe në fakt ishte një qytet nën toksor. Procesi i mumifikimit ishte shumë interesant sepse ata besonin në jetën e përtejme, por nëse shpirti do kalonte në jetën e përtejme, kushti ishte që të kthehej sërish trupi të ishte i paprekur. Dhe procesi i mumifikimit kalonte në disa procedura. Procedura e parë ishte që me vajrat esencial, sepse siç e besojnë edhe sot njerëzit tashmë kanë pak njohuri edhe për çakrat, zonat energjetike që ndodhen në trupin e njeriu. Flitet shumë për to, po. Po, secila çakër kishte një vaj esencial të caktuar që punohej dhe purifikohej me atë vajin. Pastaj ishte një person healer që i gjithë trupi kalonte në këtë proces. Në momentin që personi le të themi vdiste dhe sidomos mbretërit që adhuroheshin edhe bëshin procedurat nga njëshi deri në fund, siç duhej, shtriheshin në një zonë ose në një krevat dhe i hiqeshin të gjitha organet. Organet vendoseshin në kuti të posaçme dhe vendoseshin poshtë krevatit. I vetmi organ që lihej në trupin e njeriu ishte vetëm zemra, sepse zemra bënte që ai të shikonte se çfarë peshe dhe çfarë kishte bërë në këtë botë. Nëse zemra do të vijej në kandar apo në peshore, thoshin, matej me një popull. Nëse do të kalonte sipër puplës, pra ishte më e lehtë se pupla, personi kalonte në jetën e përtejme sepse kishte bërë gjëra të mira në këtë botë dhe kishte dhënë dashuri dhe gjëra të kësaj natyre. Nëse nuk e kalonte këtë test, do të ngelej aty.
por nuk mjaftonte vetëm kjo, kishën dhe gjëra të tjera që duhet merrin blessing te Perëndia, duhet kalonte të bënin disa sakrifica kafshësh për të arritur deri aty ku duhej që procesi i mumifikimit le të themi kishte mbaruar dhe trupi ishte safe që në momentin që mbreti vdiste, merrte me vete dhe gjithë shërbëtorët e vet që të ishin brenda kësaj procedure që kur të rikthehej në jetën e mëvonshme të ishte me gjithë arsenalin e pasurisë, por edhe me ata çfarë i kishte shërbyer. Po. Okej, tani çfarë ndjesie të jep le të themi një vend me kaq shumë histori simbolike, a ndryshon perceptimi i historisë kur e përjeton kaq nga afër? Në fakt është një vend me shumë histori. Dhe kur dëgjon kaq shumë histori në epoka kaq të lashta, duket e pabesueshme. Përveç se duket e pabesueshme, por ne edhe me njëri tjetrin bënim diskutime. Po ne në Shqipëri çfarë kemi ruajtur? Do me thënë, kjo është një pikpyetje tjetër që kur shikon gjithë ato qytetërim të lashtë, sido që të jetë, ato i kanë ruajtur shumë mirë. Ka persona që i shpjegojnë siç duhet dhe vërtet që ti vjen me një ndryshim perceptimi, shkon për një udhëtim, që do shikosh disa piramida, por historia dhe ajo çfarë mëson aty, të ndryshon dhe perceptimin në lidhje me dinastitë që kanë qenë, në lidhje me njerëzimin, në lidhje me pushtetin që kanë pasur në periudha të caktuar, jo vetëm faraonët, por edhe si ka funksionuar bota, si kanë qenë influencat midis shteteve e kështu me radhë. Zhvillimin në fund fare të njerëzimit. Se ne mendojmë që njerëzit atëhershëm kanë qenë primitiv, por në atë çfarë ne shohim sot, kjo reflekton të kundërtën, po. Tregon pikërisht të kundërtën që kanë pasur dije, ndoshta edhe më shumë se sa duhet. Ne thosh mund të jetë edhe një dije hynore, se nuk ka mundësi domethënë një lloj dije dhe informacioni që të vinë ato parametra, por një gjë është e vërtetë që njerëzit e atëhershëm kanë qenë shumë afër natyrës, edhe nga kurimet që ndodheshin në atë moment dhe në atë kohë me anë të bimëve. Domethënë ata kuronin veten natyra. Tani përmend pak Kairon si qytet që i ka të gjitha në një, kaosin, ka energjinë, ka kulturën. Si ishte kontrasti nga pritshmëritë dhe nga ajo çfarë ju gjetët në Kairo? Ishte unë prisja që ishte një gjë e tillë, edhe kishte shumë kaos, shumë lëvizje makinash, ishte pothuajse terren i shtrirë, e vetmja kodër ishte ajo e Citadelës që brenda kalas kishte edhe një xhami dhe ishte pikë shumë interesante. Interesantja tjetër ishte që për rreth 150 vjet aty ka sunduar një shqiptar, një person me origjinë shqiptare, dhe kjo ishte shumë interesante sepse në momentin që ne i thoshim nga vini, na pyesin nga vini, ne i thoshim nga Shqipëria dhe ata kishin një le të themi një përshtypje shumë të mirë sepse periudha që ka sunduar mbretëria shqiptare aty ka qenë një nga më të lulëzuarat për ata të Egjiptit le të themi modern, deri në 1950 e ca, vitin tamam nuk e mbaj mend. Dhe Kairo kishte kontrastin jo vetëm të kaosit, të tregjeve, të ndërtesave, të njerëzve, dhe pazari patjetër, por kishte edhe kontrastin e besimeve. Në njërin anë ishin le të themi besimet islamike, ku kishin xhami të mëdha, shumë të bukura dhe sidomos ajo që përmenda brenda kalas ishte xhamia Alabastrës. Alabastra është ky guri tipikisht i gjendet në Egjipt, i bardh, edhe me kalimin e viteve dhe pse ka shi apo erozion, ai ngelet i pandryshuar dhe ishte vërtet shumë interesant. Por nga ana tjetër ishte zona e besimit tjetër, që ishin kishat, zona topike le të themi, dhe aty ishin të gjitha kishat. 3 kisha që unë vizitova ishin shumë interesante, një nga ato ishte ku thuhet se familja e shenjtë e Jezu Krishtit në momentin që ikën dhe u larguan nga Izraeli sepse perandoria romake atëherë dha urdhrin që të vriteshin të gjithë fëmijët që kishin lindur në atë ditë meshkuj, duke menduar se profecia do përmbushej se kishte lindur një fëmijë që do mbretëronte dhe do ishte mbreti i arshëm dhe kërcënohej nga kjo gjë. Kështu që ata u transferuan në Kairo dhe mendohej se një nga ato kishat ishte shpella që ato janë strehuar për 3 muaj dhe ishte dhe pusi që ato kanë pirë ujë. Pastaj patjetër ishte kisha e sinagogës, edhe disa kisha të tjera që ne arritëm të vizitonim.
Tani, pranvera ti edhe një eksperte e zhvillimit personal dhe pa diskutim që ky është qëllimi ndoshta, besoj, edhe i krijimit të një grupi miq për të vizituar vende të ndryshme. Sa ndikon dhe veçanërisht ky udhëtim si ndikon në zhvillimin personal të gjithë secili që mund ta vizitoj? Absolutisht çdo udhëtim është një investim për veten. Dhe unë them një nga investimet më të mira që secili prej nesh mund të bëjnë janë pikërisht udhëtimet. Jo vetëm për të parë disa ndërtesa të bukura, po për të njohur me historinë, si të shikosh në makroekonomi se si ka zhvilluar që nga pjesa le të themi historike e atij vendi, por si ka qenë zhvillimi, si është inflamacioni, si është rritja ekonomike, si është standardi i jetesës, si është kultura e atij vendi, nga ana tjetër kulinaria për të njohur pak më tepër me kuzhinën dhe gjërat karakteristike. Çdo vend është unik, sigurisht që ka vende që influencohen në zona të caktuara nga njëri tjetri, marrin dhe japim, por çdo eksperiencë në çdo vend është unike dhe për mua them një nga investimet më të mëdha patjetër që është zhvillimi personal dhe në librin tim të parë unë momente i kam përfshirë aty nga këto gjërat më të veçanta, por sigurisht jemi me fat në momentin që ne zgjedhim të udhtojmë edhe ka aq shumë gjëra për të parë sa mund ta mbushim jetën tonë me gjëra shumë të bukura, më mirë se sa të influencohemi nga gjërat e Instagramit për të ndjekur trendet, që ndoshta trendet nuk janë ato që të ofrojnë të jesh gjithmonë afër natyrës, të jesh në gjëra të thjeshta dhe të jesh në gjëra që të përmbushin shpirtërisht, por edhe nga ana e kulturës që të kesh një rritje dhe zhvillim personal. Tani, çfarë mësojmë për veten kur dalim nga kjo zona e rehatisë, ndoshta edhe në kohra të tilla që po jetojmë, për të marrë një iniciativë të tillë për të zgjedhur një destinacion për ta vizituar, siç është Egjipti në veçantë. Ne mësojmë shumë shkaj edhe për veten tonë, sepse ne jemi rritur dhe të programuar në një kornizë le të themi që jemi në një comfort zone. Në momentin që ne shkojmë në destinacione të tilla, përveç se na duket sikur shkojmë në një epokë tjetër, që është e pajetuar më përpara dhe është eksperiencë e re, ne shikojmë edhe se si sillemi ne me të tjerët. Sepse, për hir të së vërtetës, ne shikojmë që këto janë vende të varfra dhe aty shikon se si është sjellja jonë me të tillë persona. Ka njerëz që tregojnë atë pushtetin e vet për treguar që shikoj se ju jeni më poshtë se ne, ju urdhërojnë edhe gjëra të kësaj natyre, por ka edhe njerëz që shikojnë atë empatim për të parë se si në atë vështirësi, ata njerëz jo vetëm që jetojnë, por kanë dhe atë mirësinë që ne kemi pasur dikur dhe sot në ditët me globalizimin edhe me digitalizimin nuk e gjej më. Unë pak më parë që po diskutonim së bashku, thash më bën përshtypje edhe gjëra shumë të vogla dhe elemente të tilla të tipit shkuam në hotel, kishte një mirëpritje, një mirësjellje nga stafi. Shërbimi ishte on top edhe nëse mund ta krahasoj, nuk e prisim. Ishin totalisht jashtë pritshmërisë tonë. Ose në momentin që shkonim të lodhur në hotel, na vinte një lëng mango, pa porositur fare, shkonim në dhomë, na vinin disa fruta për të relaksuar para darkës. Gjithmonë do kishte surpriza që ne na linin, wow, si ka mundësi domethënë, kur i shikon që në fund fare rrogat e tyre ishin $150 apo $200 në muaj dhe ndonjëherë duket arroganca i bakshishi që kërkojnë, por është një formë jetese që vërtet ato mbahen nga ato. Dhe unë jam shumë e hapur që nëse marr një shërbim shumë të mirë, patjetër që bakshishin e jap me gjithë qejf. Vetëm të bezdis pak pjesa nëse ta kërkojnë vetë dhe shërbimi nuk jepet, por sigurisht nëse ti kënaqesh me shërbimin, automatikisht ai bakshishi të vjen me gjithë zemrën. Po, patjetër. Po ushqimi si ishte? Më thuaj pak. Nëse mban më ndonjë emër të ndonjë pjate të veçantë që po, për ushqimin nisëm me pritshmëri shumë të ulta, se na thoshin që nuk haj shumë erza, shumë gjëra të kësaj natyre, por në hoteli le të themi që ne kishim zgjedhur, kishte edhe një restorant shumë të mirë. Nisim me ditën e parë se ne kishim një pamje fantastike nga piramidat. Aty kishte një terracë që ne dita e parë mëngjesin e hëngrëm me pamje nga le të themi nga pjesa më e bukur e asaj, nga piramidat. Sigurisht e kishim të miksuar se nuk e dinim si ishin gatimet e tyre midis atë tradicionali dhe ushqimit kontinental. Për hir të së vërtetës, mëngjesin e atyre ne nuk e suportojmë dot sepse kishte shumë erza, shumë perime që mëngjes gjellëra që ne nuk kemi mësuar dhe këtë sigurisht e zvendësua me briosha, me kos, me fruta, me gjëra që ne jemi mësuar. Pastaj ushqimet e tjera darkën e kemi super shijuar dhe mund të përmend dy ekstremet. Një nga pjatat që nuk më kujtohet tani, por shumë popullore,
kishte shijen më të çuditshme dhe për mua më të pasuportueshme. Ishte një mix midis oris brenda, makarona, qep, dhe ti trazoje së bashku dilte një shije shumë e çuditshme. Sheqer nuk ishte, po kishte disa erësa. Dhe pjata më interesante ishte fajitas, që ishte me fileto pule, me perime të zjera dhe me atë oris basmati, një oris i bardhë. Ajo ishte vërtet shumë e shijshme. Pastaj patjetër që kishte kombinime me punime brumi. Me punime brumi që brenda ishin të mbushura me djathë, me perime, me mirëvarret, me shije të ndryshme, apo suprat ishin vërtet shumë interesante. Ato pitet pitet e famshme, me salcat e ndryshme. Kështu që për hir të së vërtetës, ne na pëlqeu shumë ushqimi dhe nga ajo që nuk donim të eksperimentonim jashtë hotelit, konsumonim shumë mirë mëngjesin dhe darkën në hotel dhe gjatë ditës ne në fakt nuk kishim kohë të uleshim as në kafe, kështu që merrshim lëngjet apo ujin me vete dhe ishim të etur për të mësuar histori, sepse dhe kishim një gujë fantastike. Sa ditë në dispozicion kishit? Kishim 5 ditë. Okej, një ditë ka qenë rrugë, 4 ditë kanë qenë të shfrytzuara për pjesën e turizmit. Po, këto 4 ditë i keni shfrytzuar në maksimum. Besoj keni lënë dhe gjëra të tjera pa parë, do t'i riktheheni Egjiptit. Në fakt po mendoj që në nëntor do kemi një udhtim sërish, sepse më ngeli fiksim për të bërë 2 gjëra kryesore, por sigurisht që do dalin dhe gjëra gjatë rrugës. Luxori, që ishte një qytet që ishte rreth 6 orë larg, ishte i mbushur totalisht me tempuj dhe me shumë histori. Dhe pjesa tjetër që mora vesh dhe më sugjeruan aty ishte pjesa e eksperiencës në shkretë të tjerë. Ishin black dessert dhe white dessert. White dessert ishte një nga më të veçantat që gjendej vetëm aty dhe kishte disa ston, disa gura, sikur kishin rënë nga qielli që qëndronin në një pamje manice të bardhë. Dhe aty jo vetëm që vizitohej me 4x4, por kishin ngritur kampingje që ti mund të kaloje natën në çadra, duke parë miliona yje, po themi, një pamje maramëndse. Dhe me zjarr, me piknike dhe me bravo. Kjo është një eksperiencë që më ngeli fiksim dhe për ta përmbushur atë ndërtime të saktë. Kështu që në nëntore kam piketuar si destinacioni sërish që do kthehem. A ishte kjo periudha më e mirë për ta vizituar Egjiptin? Me thënë të vërtetën, në bazë të këshillave që keni marrë nga gujda lokale atje. Marsi dhe pak prilli ishte periudhë e mirë sepse temperaturat nuk janë as të larta as të ulta, le të themi 22-27. Nuk ka shumë dyndje njerëzish, se për shembull dhjetori është shumë i vizituar edhe duhet mbash shumë radhë, ka shumë dyndje dhe nuk e shijon siç duhet. Por nga ana tjetër vetëm zhvillimet e fundit le të themi mund të jenë ato që njerëzit i stepin për ta vizituar. Por aty ishte një vend shumë i sigurt, dhe nuk ndjej fare atmosfera se çfarë ndodhte me lindjen e mesme. Ishim totalisht në momentin thash që arritëm aty, e harruam dhe ne se çfarë kishte ndodhur para se të udhtonim. Dhe u përmendëm vetëm kur erdhëm në Shqipëri dhe tham wow, erdhëm edhe çfarë pas. Është e vërtetë, sepse jemi të bombarduar gjithkohën me lajme. Është vërtetë, dhe vetëm kështu e kupton se sa ndikim kanë lajmet tek ne. Diçka tjetër që duhet të kem parasysh ata që duan të vizitojnë Egjiptin. Ke ndonjë këshill? Në fakt, unë dhe grupi tim se kam gjithmonë fiksim të hap një grup para udhëtimit, filloj buburoj për informacione dhe çfarë duhet kemi parasysh. Sigurisht që është një destinacion që nuk e bën çdo ditë për hir të së vërtetës dhe është shumë ndryshe nga ne. E para që unë do të sugjeroja është përgatitja e imunitetit për të përballuar një, le të themi një vend të tillë me vitaminat e duhura, qoftë 10 ditë para apo 2 javë para, për të rritur imunitetin dhe për të qenë në formë që të përballosh atë ritmin, sepse normalisht është shumë atraktiv. Edhe shumë intensive pjesën, nëse do të shikosh vërtet sa më shumë gjëra. Pastaj pjesa tjetër, ai që ngelet problemi, dihet që aty është ujë. Uji i pishëm që sigurisht është kujdes maksimal dhe duhet konsumohet gjithmonë me shishe të mbyllura. Madje unë edhe dhëmbët i laja me atë për siguri, jo se persona të tjerë dhe i kishin larë se kishin harruar momentet të saktuara, por nuk është se ndodhi diçka, por për qenë sigurt, sigurisht që është mirë që ta evitojmë ujin e çesmës me ujë, edhe tapat janë të pa hapura, se mund të ndodhë që nëse i blen në rrugë, ato i mbushën me ujë çesme edhe nuk është safe. Sigurisht ushqimi, nuk mund të konsumohet ushqim nga ne që kemi një organizëm tjetër në çdo hapësirë të mundshme, dhe sidomos street foodi. Ne për hir të së vërtetës provuam edhe një herë street food, por na e sugjeroi guida jon dhe sigurisht ato i din vendet se ku janë safe dhe janë të pastra që ne mund ta konsumojmë ushqimin. Pra uji, ushqimi dhe metabolizmi
për të pasur një eksperiencë të bukur dhe pa surpriza të pakëndshme. Pjesa tjetër pastaj, sigurisht që aty vetëm e shijon, do marrësh dhurata dhe do përshtatesh me veshjet e atyre, se mua më dukej çudi dhe kur mbanin këto shajet në kokë, mendoja se e kishin vetëm si uniform apo si një gjë tradicionale, por ishte për funksionalitet. Ditën që ne shkuam për të vizituar piramidat, aty në fakt ishte 28-30 gradë, ishte vërtet shumë vatë, dhe ne vendosëm këtë shalli në kokë, dhe ajo kishte funksionin që të mbronte nga dielli dhe pjesën e ballit dhe pjesën e kokës, dhe vërtet nuk të mbënte me djerë si kapelet që ne kishim pak më parë, por vendosi edhe te pjesa e hundës dhe gojës, që kur aty ngrihej rëra dhe nga era, ajo të mbronte, kështu që dielli, rëra edhe era mbronte në një shall. Bravo, dhe mënyra se si lidhen ishte shumë interesante. Kush më mirë se ata di se çfarë t'ju sugjerojnë. A duhet të shmangin diçka përveç këtyre që se turistët që duan të vizitojnë këto destinacione që ke prekur nga afër? Po, nga sjellja. Okay. Sepse aty sigurisht që ke shitës agresiv, ka shumë hajdut. Madje ditën e dytë të guidës që ne kishim, guidës tonë lokale i vodhën telefonin. Dhe aty domethënë nuk mund ta mbash telefonin në dorë, edhe të bësh non-stop foto, por duhet të kesh shumë kujdes. Çantat, është mirë që të kesh lëvizësh me një çantë shumë të vogël, ta kesh gjithmonë para, jo çanta të mëdha dhe ti kesh çanta shpine shumë të mëdha. Sepse vjedhet sigurisht që janë on top. Mashtrimet nga nëse mund të shkosh pa rezervuar dhe të marrësh një guid që e gjen në moment fundit, përveç se do të mashtrohesh nga çmime shumë të larta, por nuk janë dhe njerëz të sigurt. Kështu që sugjerimi im do ishte që të bëjnë kujdes, mos të flasin me të panjohur, mos të futen në çdo dyqan të mundshëm, sepse futesh në skemat e atyre dhe do harxojnë shumë lek, por pjesa më e rëndësishme është ajo që të kontaktojnë me një guid lokale, dhe përveç se do ta çojnë në vende shumë të sigurta dhe eksperiencën e tyre në nivel tjetër, por ka një pagesë shumë minimale dhe ta bën eksperiencën vërtet pa harrueshme. Tani, është sot udhëtimi një luks apo një nevojë për shpirtin? Do ta quaj një domosdoshmëri. Domosdoshmëri. Dikur ka qenë një luks, sepse ne dilim edhe shikonim diçka edhe endeshim në ato restorantet me një gotë verë në dorë edhe kalonim shumë kohë aty, ndërkohë që në ditët sot ne besoj që është edhe një formë e zhvillimit personal që e prekëm pak më parë, edhe gjithmonë kur ne kthehemi nga një udhëtim jemi më të frymëzuar, jemi më të motivuar, kemi më shumë energji për të bërë gjëra dhe ndonjëherë themi që ore se ngelëm duke u ankuar gjithkohën, po ne jemi shumë me fat që në fund fare jetojmë dhe në këtë vend, se kur shikon nga kontrasti siç thash, unë erdha nga Egjipti, shkova në Amsterdam dhe nuk pam një rrezë dielli, ndërkohë që ne këtu kemi diellin le të themi 300 ditë në vit, të ndryshon perspektivën e të jetuarit dhe të bërit gjërat, që ndonjëherë ne nuk duhet të shikojmë problemin në çdo zgjidhje, por të shikojmë zgjidhjen në çdo problem. E vërtet. Tani do të bëj disa pyetje të shkurtra, mund të më përgjigjesh edhe ti si të duash. Është Egjipti aq magjik sa ne e shohim në foto apo realiteti të surprizon? Varet se çfarë ke perceptuar. Unë mund të them që në eksperiencën time të paktën ka një kontrast. Pra, ka një magji që ndoshta është më e madhe se sa ajo që shohim dhe vërtet për ne rezultoi kështu, por ka dhe një kontrast që nuk shihet tek kjo pjesa e rrugëve, te pjesa e jetesës për ata që kanë përditshmërinë e tyre. Po për mua sigurisht ishte më magjike se sa dhe fotot. Sa i sigurt është Egjipti sot për një vizitor, turist shqiptar që do të udhëtoj vetëm? Vetëm besoj që duhet ishte pak e guximshme. Ndoshta jo i rrezikshëm, por duhet studiuar mirë mënyra se si lëviz, sepse nëse rezervon një taksi, aty ka komoditete, mund të lëvizësh me Uber, mund të lëvizësh duke marrë review-t edhe në restorantin që shkon, edhe në hotelin që shkon. Nëse organizohet siç duhet, nuk është më si ka qenë dikur. Sigurisht që është emancipuar, ata punojnë me turistët, janë mësuar me këtë gjë, por duhet pasur kujdesi i duar absolutisht. Tani, një gjë që askush nuk ta thot për Egjiptin, por ti e përjetove vet. Në fakt unë para se të udhëtoj një vend lexoj shumë edhe ndoshta nuk ka ngelur gjë përveç asaj pjesës së trafikut që nuk e kisha imagjinuar që do ishte aq çmenduri.
Qëllonte që këtu kalonte një karrocë me dëng bari dhe kali, këtu kalonte një mahune, këtu kalonte një biçikletë, këtu kalonte një motor dhe një gjë që në fillim ishim kështu gjithë se ne me makinë dhe të gjithë jemi shoferë, nuk ekzistonte distanca e sigurisë. Ajo po ishte gjithkohon anktioze kur udhtoje, sepse distanca shkonte kaq dhe ikin në mënyrë perfekte me shpejtësi dhe nuk pam një përplasje. Por, nëse do isha unë në timon, absolutisht që nuk do ta kisha marrë mundimin për të ngarë ndonjëherë makinë aty. Dhe kjo është një nga gjërat më të çuditshme. Okej. Nëse do të kthehesh sërish, që do ta bësh në vjeshtën e këtij viti, çfarë do të bëje ndryshe në këtë udhëtim? Mos të them që s'do bëj asnjë gjë ndryshe, ishte më perfekt nga çfarë kisha imagjinuar. Dhe kjo jo vetëm nga unë, domethënë, por gjithë shoqëria ime kishim një koment të tillë që jemi super kënaqur dhe na doli jashtë pritshmërisë për mirë. Okej, fantastike. Dhe në fakt gjithë energji do doja që ta transmetoja edhe tek ata që janë duke na ndjekur në këtë moment, si në valët e Radio Travel, gjithë ata që na shohin në kanalin e YouTube të Premium Channel, të cilët ndoshta një këshill shumë e vlefshme do të ishte që të kontaktoni një agjenci turistike, një guid për të qenë edhe më të sigurt në këto kohra që po jetojmë. Dhe Vastur do të ishte një zgjedhje shumë e mirë për gjithë ju që jeni duke na ndjekur. Tani do doja të ndalesha edhe pak, e kemi të kaluar kohën tek libri, Fara që mbjellim në heshtje. Si po shkon? Ka pak muaj që është botuar. Në fakt doli në janar, edhe kishte një tirazh të limituar, rreth 100 kopjet e para që avulluan pa dalë akoma në treg. Kështu që do më duhet përgatis pjesën tjetër, në fakt është pritur shumë mirë. Në momentin që personat e kanë marrë, e kanë blerë, nuk e mendoja që do përthithej aq shpejt, sepse nuk është vetëm një libër motivues klishe siç jemi mësuar, por aty unë e nis me eksperiencat e mia dhe sidomos sfidat e mia, të pathënat e mia. Momente sepse ne në rrjetet sociale postojmë ato momentet më të bukura, por pas asaj fshihet një punë shumë e madhe, fshihet ato pikpyetje që ne kemi për jetën tonë, fshihen ato sfidat që ne nuk i kemi thënë, por realisht kemi kaluar në shumë prej tyre për të qenë aty ku jemi sot. Dhe pa doreza un kam thënë çdo gjë mbi veten time që dikush nëse ndodhet në të njëjtën periudhë apo në të njëjtën moment, mos ta mendoj që është fundi botës edhe ai problemi përket vetëm atij, sepse në periudha të caktuara ne kalojmë shumë sfida, por mënyra se si ne i përballojmë na bën që të ngrihemi dhe të jemi më të fortë për të qenë aty ku jemi apo aty ku ne duhet të arrijmë. Përveç kësaj është në çdo faqe dhe në çdo kapitull, sepse është i përbërë nga 40 kapituj, ka një detyrë për veten në lidhje me zhvillimin personal. Dhe është tamam si një bashkëbisedim, sikur unë jam duke biseduar me lexuesin. Me vërtet i kaloj pritshmëritë, le të themi në komentet që unë kisha, kështu që do më duhet të fus botimin tjetër edhe të vazhdoj me shpërndarjen e kopjeve të tjera. Shumë faleminderit. Shumë suksese. Amsterdami si ishte? Amsterdami gjithmonë është një dashuri, por dhe ajo shumë kaos edhe ndoshta nga Egjipti akoma nuk e kisha marr veten fizikisht edhe me emocionet që na kishte doja ta shijoja pak më gjatë atë eksperiencë, por sigurisht Amsterdami mbetet një nga destinacionet më cool. Me plot jetë, me shumë energji dhe ende nuk janë hapur kopshtet e tulipanëve, është në maj me sa duket. Në maj, sepse aty ishte koha shumë e ftohtë, domethënë arrinin 2-3 gradë, ishte vërtet shumë ftohtë, por jo se nuk kishte tulipana për rrugë, sepse këto biçikletat patjetër që i kanë ato dhe të ofrojnë një pamje shumë të bukur dhe plot ngjyra. Po, Keukenhof Garden që njihen për tulipanët hapen rreth të mesit të majit dhe besoj atëherë është edhe kërkesa më e madhe, më e bukur dhe kërkesa më e lartë e turistëve për të vizituar Amsterdamin. Ndonjë destinacion tjetër së afërmi në plan? Ndonjë disa. I radhës është Kopenhageni. Okej, shumë bukur. Të uroj shumë suksese, edhe sa më shumë udhëtime, edhe sa më shumë eksperjenca të bukura pa diskutim. Do shihemi së shpejti për eksperiencat e radhës. Patjetër, për t'i ndarë së bashku këtu në valët e Radio Travel dhe në Premium Channel. Ne do të ndajemi këtu së bashku, do të rikthehemi sërish në studio.